Do të njihemi tashmë me disa këshilla shumë të thjeshta që do ndihmojnë gjithë juve që vuani nga tensioni i lartë i gjakut, që është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik. Mund të shkaktojë diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe sëmundje të veshkave. Dhe ja se si mund të ulni tensionin nëpërmjet hapave të thjeshtë. Ndryshimet e vogla që luajnë rol të madh në uljen e tensionit. Ulja e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Mjaftojnë hapa të vegjël për arritje të mëdha në këtë mision të rëndësishëm për shëndetin. Humbisni peshë. Deri më tani, ekspertë thonë se rënja nga pesha është hapi më efikas për uljen e tensionit të gjakut. Sipas ekspertëve, dhe humbja e 2 kilogramëve mund të ulë tensionin. Lexoni etiketat dhe hiqni kripën, që është një ndër produktet më të nxarë që ne i gjejmë në tryezat tona. Ushqimet industriale që blejnë në supermarkete janë të tembushura me krip. Sasia e rekomanduar ditore e kripës në fakt për njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut është më e vogël, duhet të jetë pra më e vogël se sa e njerëzve të cilët nuk vuajnë nga këto probleme. Ndaj është e rëndësishme dhe ekspertët theksojnë që kur blini ushqime të gatshme të lexoni me kujdes etiketat që të zbuloni sasinë e vërtetë të kripës. Lëvizni sa më shumë, që do thotë, bëni aktivitet fizik të paktën gjysmore në ditë, po ashtu zgjidhni aktivitetin e preferuar fizik dhe lëvizjen të mirë të shëndetit. Ngritja e peshave të lehta është një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit fizik. Gratë humbasin shumë masë muskulare me kalimin e moshës, ndaj ngritja e peshave është e domosdoshme për rimëkëmbje. Keni kujdes me alkoolin. Pirja e tepërt dhe shpesh e alkoolit rrit ndjeshëm tensionin e gjakut, ndaj ekspertët rekomandojnë që të tregoni kujdes. Dhe stresi. Hormonet e stresit ngushtojnë enët e gjakut dhe rrisin tensionin. Stresi i vazhdueshëm mund të nxjisë vese jo të mira që rrezikojnë shëndetin kardiovaskular. Këtu përfshihet ngrënia e tepërt, gjumi i pakët apo abuzimi me substanca të ndryshme dhe alkoolin. Kjo është arsye pse eliminimi i stresit duhet të jetë prioriteti juaj i radhës.